ambasadori Berisha ka kontakt me atë kompani në shtypshkronjat mujnë me shtyp çka ti rekomandojsh, ka lidhje, domthon kjo është vërtetu. Domthon edhe me të thënë drejtën, para se me dalë që kjo publike, intuita jame, domthon më ka shku mendja mu, që mram, a mos mundet me pas diçka lidhje me ambasadorin Martin Berishaj, sepse Martin Berisha është banori i Slovenisë, ka jetu atje, ka vepru, ka lidhje edhe me këtë kompani, edhe me kompani tjera, e dina shka ka bon, smerna unë nuk jam as thash, unë jam diplomat në politikë merra, unë nuk merra me të qashet të timeve, derisa një njeri nuk është shpall me një këtë gjykim prerë fajtor, ai për mu domon deri kur shpallet është i pafajshëm, por nëse ju kujtohet ju, vitin 2021 Albin Kurti e Vjosa Osmani i shkarkun 12 ambasador, të cilët nuk ishin i thtarë të ne, mes në tyre edhe mu, që kam qenë ambasador në Shkup, edhe në vend timin Vjosa Osmani ka dërgu bashortin e saj në Shkup, domon pozitën time. Domon ndërsa gjitha këto përfolje që u bën rreth ambasadorit Martin Berishaj nuk guxoj as në fretje me atëherë kush, as me shkarku më hiç, kjo na shtin me dyshu tash se diçka ka këtu. 12 ambasador asnjëni pa bo asnjë gabim, as i përfolje shkarkohen për një ditë. E nuk shkarkohet një ambasador që përfolet s'pakti për shkak të respektit ndaj Kroacisë, o këndasht me largu një herë, deri kur shpallet i fajshëm ose pa fajshëm. Nëse shpallet i pa fajshëm, me këthy, mja këthy pagat, edhe në rregull. Nuk jam ka akuzoj Martin Berisha askënd, po më ka thënë se duhet me konë korrekt ndaj gjithve. Dhe për këtë arsye atë kjo na shtin me dyshu, se me qenë se ambasadori Berisha ka kontakt me atë kompani në shtypshkronjat mujnë me shtyp çka ti rekomandojsh, edhe dyshohet. Edhe o këndasht me shkue në rivotim kjo komun, për më mujt me hek dilemat, e me mujt me rujt bardhësinë e procesit zgjedhor, pastërtinë e procesit zgjedhor, edhe mos me pas dyshime dhe mjegullime rreth fushatave edhe proceseve elektorale.